Aeroporti i Vlorës ka qenë sërish në qendër të akuzave të opozitës. Gazelia Blu, Sali Berisha ka reaguar pas parlemërimit të biznesmenit Bexhet Pacolli se çështja e kontratës së aeroportit do të dërgohet në arbitrazh. Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama, ish-ministren Belinda Balluku dhe ministrin Tauland Balla se kanë tentuar sipas tij të ndikojnë në pronësinë e projektit dhe t'i marrin aksionet biznesmenit kosovar. Shqiptarët për pasurimin e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, për plaçkitjen nga ana e atyre të paktën 130 milion eurove, biletat munguara, po prishin një kontratë për të cilën garantoi qytetarët e këtij vendi se do gjobiten më spaku 500 milion euro. Po prishin një kontratë dhe po prishin kontratën vetëm se e panë që Bexhet Pacolli nuk ka normen të njohë atyre aksionet që këta pretendojnë. Berisha është ndalur edhe te arrestimi në Francë i biznesmenit Ermal Beqira i kërkuar nga SPAK. Ai ka pretenduar se kompanitë e lidhura me të vijojnë të përfitojnë fonde publike pavarësisht hetimeve ndaj tij. Në kërkim që nga dhjetori i vitit kaluar i arrestuar së fundmi në Francë sepse fluturoi me një larësi që nuk lejohej në një objekt sekret, Ermal Beqiri de facto përfaqësues kryesor i familjes Rama në akshin e lindave, vazhdon të paguhet me miliona euro, pavarësisht se ky kriminal ka përvetësuar qindra milion euro për llogarit familjes Rama. Një tjetër akuzë e opozitës lidhet me agjencitë kombëtare të shoqërisë së informacionit. Berisha ka pretenduar se projektet për inteligjencën artificiale janë përdorur si fasad për abuzime me fonde publike dhe ka përmendur një vlerë prej 75 milion eurosh. 75 milion euro. Me këtë akt janë vjedhur 75 milion qytetarë shqiptar, asnjë produkt, zero produkt. Po kështu është kontrata e Soft Solution, që herë merr njëri, herë merr tjetri kompani. Deri tani nga mazhoranca nuk ka pasur një reagim të drejtë për të gjitha akuzat e ngritura nga kreu i opozitës, ndërsa çështjet e përmendura vijojnë të jenë pjesë e debatit politik.